Ciklopit. Edhe do ndërtoj aty Dubajn e 1.000 për vetën e tij. Nuk ndodh ndonjëherë. Nuk ndodh kur. 3.000 vjeçar është Durrësi. Po Durrësin e ka bërë porti. Durrësi është vendosur këtu, ka lind këtu se është porti. Dhe tani për të pasuruar vetë, për ndërtuar Dubajn e tij 1.000 heq portin e çon, atje do jetë, që ta dini ju, një port një 5 herë më i vogël se ky. Më i vogël se ky, dhe s'ka sipërfaqe. Atje do i kushtoj shqiptarëve 1 miliard euro nga taksat tuaja, dhe ky me Frank Çopjen, me Elvis Doçin, me Suel Çelen, do të ndërtojnë parajsën e tyre në Dubajn që thot kyse. Alabari, a investon asnjë të 30-ën e parave që ka nevojë. Nuk ka vjedhje si këto. Miqtë e mi, unë kam shumë besim se në këtë moment kritik sa asnjëherë tjetër, ja u them këtu, ja u them vllazërisht, jemi në momentin më kritik që kemi qenë ndonjëherë. Pse? Pse? Kur nuk ka ndodhur kjo? Që të kapet duke vjedhur. Që t'i dalin dokumenta duke vjedhur. Dhe ka 3 muaj që man vendin peng dhe nuk i heq imunitetin. Nuk heq imunitetin asaj që ka të regjistruar 300 apartamente. 15 markete. 2-3 vila në Durrës, në më falin dhërmi, pa llogarit çfarë ka në Greqi dhe në vende tjera. Dhe para 2 ditësh u tha ju secilit për jush dhe çdo shqiptari që kjo ka bërë punë të jashtëzakonshme. Ajo ka bërë vjedhje të jashtëzakonshme, sa në historinë e Shqipërisë nuk ka njëri të ketë vjedhë sa ajo në emër të Edi Rams.